Davidi fajin për kretë këtë jalë vet individi që nuk di ta menaxhoj karrierën. E tani do të flasim për vjedhje të këngëve. Ai ka ndodhur atje që dikush të tentoi t'ia merr një projekt. Mund ka ndodhur për shembull kur e kam lançuar këngën e motrës, se ishte edhe letra e njoftimit që më njofti bashkë Shqiptaria si këngëtarin Davideshaj. Ma kanë kërkuar serbime e shit instrumentalen dhe vjen melodike me përkthy edhe tekstin, por nuk e kam dhënë, absolutisht jo. Dhe nuk e kisha dhënë as në Tormen. Ndoshta të shqiptarët e kisha shit, po jo në shtetet të tilla. Dhe më ka ndodhur për shembull me videoklipe. Disa vite më përpara se mi kanë dështu kanë ardhur në Podgoricë, i kena organizuar me familjen lokacionet. Edhe kena dhënë kaparin ditën që kena filluar xhirimet. Ka filluar shi edhe prish koha se maji këtë i ka dhe dalja e pranverës gjithmonë nuk ke garancion në xhirime. E pastaj këta janë atëru diçka pse unë e kam dashur me ndru një skenë, që unë krejt skenat i kishim zgjedhë dhe organizu me familjen, ne i kishim vizualizu, idetë ishin tonë, ata veç kanë ardhur të gatshëm me një super mikpritje vetëm me xhirua, edhe kanë marrë gjysmën e pagesës videoklipit, që edhe në atë kohë, se nuk e kam problem me thonë, është sekuenca si produksion, nuk e di kush e mban sot. Edhe pastaj edhe në atë kohë, jo më tani që një rrit çmimet në gjithçka, ka qenë shumë shpenzime dhe shumë e kushtueshme, kështu që e kanë marrë 50% të kaparit, edhe po atë ditë janë nisë mrapa për Kosovë dhe nuk ma kanë përfunduar xhirimin, edhe unë dashtë skenat e njëjta më ia dërguani brenda 2 javëve një produksioni tjetër.